Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam ardhur me 4 receta të thjeshta, të shpejta dhe mjaft të lehta ti përgatisni në kuzhinën tuaj. Janë 4 ëmbëlsira të shëndetshme, të cilat janë pa sheqer të shtuar, pa asnjë gram miell dhe janë shumë të thjeshta në përgatitje. Kështu që nëse ju duhet diçka e ëmbël, nëse dëshironi të konsumoni diçka të ëmbël, këto janë zgjidhje pasi janë të shëndetshme dhe përgatiten mjaft lehtë. Fillojmë pa humbur kohë me ëmbëlsirën e parë. Në një endë shtojmë 2 vezë, 200 gram kos i kulluar ose kos grek, 1 mollë e grirë në rende, vanilje, pak çokoladë zezë. Masën do ta përziejmë shumë mirë, por nuk do harroni të shtoni edhe 2 lugë niseshte pasi gabimisht nuk më është regjistruar në video. Dhe pasi e kemi përzier mirë masën, do ta vendosim në tavë. Dua të theksoj se të gjitha këto masat janë për 2 persona. Nëse dëshironi të përgatisni mas tavë të madhe, mund të shtoni dhe t'i rregulloni masat sipas madhësisë së tavës që do përgatisni. Unë këtë e kam pjekur në fritezë, por mund ta pishni edhe në furr. Unë e kam pjekur në fritezë për 25 minuta në 150 gradë, dërsa në furr mund ta pishni për 30 minuta në 180 gradë. Dhe mund ta shoqëroni me mjaltë sipas dëshirës. Fillojmë pa humbur kohë me ëmbëlsirën e dytë, e cila po ashtu është e shëndetshme dhe nuk ka asnjë gram sheqer të shtuar dhe asnjë gram miell. Fillojmë pa humbur kohë. Në endë shtojmë 1 vezë, 200 ml qumësht, 1 mollë e grirë në rende, 5 lugë tërshër, boronica. Unë kam zgjedhur boronica, por mund të shtoni çfarëdo lloj fruti që preferoni tjetër. Pa kanellë, tani jemi në sezonin e luleshtrydhave afërsisht, mund ta zëvendësoni me luleshtrydhe nëse nuk ju gjendet dhe 1 maj lugë e pluhur fryrës. Masën do ta përziejmë shumë mirë, është e rëndësishme kjo në mënyrë që tërshëra të zbutet mirë me masën e lëngshme. Dhe pasi e kemi gati, do ta vendosim në tavë. Kam ruajtur disa boronica për në fund dhe i kam vendosur në sipërfaqe. E kam pjekur për 30 minuta në 180 gradë. Pas pjekjes, unë kam shtuar 1 ose 2 arra të thërmuara dhe 1 lugë çaji mjaltë sipas dëshirës. Siguroni që të jetë mjalti i mirë, pasi ndryshe nuk mund ta quajmë ëmbëlsirë të shëndetshme. Filloj me ëmbëlsirën e tretë, që është po aq edhe thjesht dhe shpejt sa edhe ëmbëlsirat e tjera. Mund t'ju duken të njëjta në përgatitje, por ndryshojnë shumë në shije. Unë ju sugjeroj t'i ruani dhe t'i përgatisni, t'i keni sa herë që dëshironi të konsumoni diçka të ëmbël. E mira e këtyre recetave është sepse mund t'i konsumoni në çdo vakt, pra edhe për mëngjes janë shumë të mira. Fillojmë pa humbur kohë. 5-6 hurma arabe do t'i vendosim pak në ujë që të zbuten, më pas do t'i kalojmë në blender. I shtojmë në endë duke shtuar 2 vezë, 5 lugë tërshër, 1 maj lugë e pluhur fryrës, kanellë dhe fruta të thata mix, çfarë ju gjendet në shtëpi, pak çokoladë zezë. Masën do ta përziejmë shumë mirë derisa ta formohet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Masën e vendosim në tavë, në sipërfaqe shtojmë pak fruta të thata, të cilat unë i ruajta nga masa që vendosa në fillim, edhe disa copëza çokolade sipas dëshirës, por çokolada e zezë është e shëndetshme dhe nëse konsumohet pak nuk të bën keq, por përkundrazi të bën mirë. Do ta pjekim për 30 minuta në 180 gradë. 1 lugë çaji, mjaltë dhe e keni gati për ta shiguar. Nuk e keni idenë se sa e mirë bëhet kjo ëmbëlsira. Kështu që duhet ta ruani dhe ta provoni. Fillojmë pa humbur kohë me ëmbëlsirën
E4, shikoni pak se sa e bukur duket dhe është po aq e shijshme sa edhe në pamje. Është gjithashtu pa sheqer të shtuar dhe dua t'ju kujtoj, unë kam përdorur kanellë, por mund të shtoni edhe vanilje nëse nuk e preferoni kanellën. Pra aromat sipas dëshirës tuaj për ta bërë atë akoma edhe më të shijshme. Fillojmë pa humbur kohë, në enë do shtojmë një vezë 200 gram kos, unë e kam përgatitur direkt në tavën e pjekjes dhe kështu që nuk kam bërë as enë të tjera pis. 5 lugë gjelle arë kokosi, 1 mollë grinë rende, 1 maj lugë e plur, fryrës dhe pak kanellë. Nëse nuk e preferoni arën e kokosit, mund të shtoni tërshër pluhur. Pra tërshër të bluar. Nëse nuk keni të bluar, mund ta bluani në mikser. E përziejmë me kujdes dhe me ngadalë dhe e pjekim për 30 minuta në 180 gradë. To janë ëmbëlsira delikate që piqen shpejt, por pjekjen ju mund ta rregulloni sipas furrës që keni në shtëpi, gjithmonë në bazë të furrës që keni. Dhe pas pjekjes e shoqërojmë me arra, kam zgjedhur unë dhe 1 lugë çaji mjalt. Nëse nuk i preferoni arrat, mund të vendosni çfarëdo lloj fruti të thatë që ju gjendet në shtëpi. Si ju duken këto receta, cila ëmbëlsirë ju pëlqeu më shumë? Nëse ju pëlqyen këto receta, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.